Zëvendës Ministrja e Transportit Kaltrina Zekolli tha se me nënshkrimin e kontratës prej rreth 200 milion eurosh për financimin e pjesës së dytë të autostradës Shkup-Llac, projekti më në fund po hyn në fazën e realizimit. Ai akuzoi qeverinë e kaluar se kanë përdorur këtë projekt vetëm për premtime zgjedhore, ndërsa tha se gjatë mandatit të Vlenit janë krijuar kushtet për zbatimin e tij. E premtuan në vitin 2008, e përsëritën në vitin 2011, 2014, në vitin 2017, 2020 dhe sërish në vitin 2023. Pas gjithë këtyre premtimeve, qytetarët panë vetëm rreth 2 kilometra rrugë. Për Vlenin, patriotizmi matet me punë. Pas shumë vite shpritje, rruga Shkup-Llac më në fund kalon nga premtimi në realizim. Ky projekt hap një kapitull të ri për lidhjen me Kosovën, për qarkullimin e qytetarëve, për bizneset, për mërgatën dhe për zhvillimin ekonomik të rajonit. Ndaj Zekollit më një reagoi nën kryetari i BDI-s Bujar Osmani. Në një postim në Facebook, ai tha se Vlen nuk ka asnjë kontribut në kontratën e nënshkruar, duke pretenduar se financimi, dokumentacioni, shpronësimi, procedurat administrative dhe tenderi janë përgatitur gjatë qeverisjes së BDI-s. Gjatë këtyre 2 viteve, Vlen nuk ka bërë asnjë hap për ta çuar projektin përpara. Përkundrazi, e vetmja gjë që kanë tentuar ka qenë ta bllokojnë dhe ta devijojnë trasen. Fakti që ne realizuam segmentin e parë prej 2 kilometrash u apamundsoi që ta kthenin projektin nga autostradë në rrugë magjistrale. Prandaj për këtë projekt nuk mund të marrin merita ata që nuk kanë vendosur asnjë gur të vetëm. Ndryshe dje u nënshkrua marrëveshja për financimin e autostradës Shkup-Llac me grant prej 30 presje 8 milion eurosh dhe kredi prej 167 presje 6 milion eurosh. Punimet pritet të nisin në gusht dhe projekti që do të zgjasë 4 vjet synon të përmirësojë lidhjen rajonale dhe zhvillimin ekonomik.